Interi po përjeton një verë me shumë ndryshime, duke filluar nga ai I trajnerit për të vazhduar te ai I brezave dhe do të jenë shumë lojtarë që pritet të ndryshojnë ambient gjatë kësaj vere me grupin që do të ribëhet sipas kërkesave të trajnerit të ri Christian Kivu. Sipas Corriere dello Sport, pasi të mbyllet firma me Ange Boni, Interi do të fillojë të mendojë për largimet për të bërë paksa më të lehtë punën e Kivus edhe në reparte që duken të mbipopulluara apo ku priten afrime të tjera. Gazeta bën të ditur se janë kryesisht 6 emra të cilët klubi do të mundohet të largojë për çështje bilanci apo hapësire. Për emra të tjerë, Çalhanoğlu, Acerbi, Bisek, Taremi, Aslani dhe Fratezi janë 6 emrat që pritet të sakrifikohen për të mbushur arkën. Për Aslanin dhe mikun e tij të ngushtë Fratezin bëhet fjalë gjithmonë për mundësi më të mëdha aktivizimi, pasi me afrimin e Suçić, Përtatu të ishte pamundur në sezonin e ri që të gjenin vend në skemat e Kivu, I cili për më tepër luan me vetëm 2 mesfushorë qendre.